Të nderuar vëllezër të pranishëm, prej urtësisë së Allahut Azza wa Jall, nga hikmeti i tij i zgjedhi disa muaj, i zgjedhi disa kohë dhe i privilegjoi ata me mirësi të shumta, ashtu siç e privilegjoi muajin e Ramazanit. Mirë po vëllezër të nderuar, nëse ka kaluar muaj i Ramazanit, nëse ka kaluar muaj i dhuntive, i begative, mirë po Zoti i dhuntive dhe Zoti i begative, Allahu Azza wa Jall, vazhdon të adhurohet dhe 11 muaj pas Ramazanit. Po vëllezër të nderuar, besimtari vigjilent, besimtari i mençur është ai i cili vazhdimisht i kërkon mirësitë, dhuntitë e Allahut Azza wa Jall dhe mundohet që t'i zbaton urdhat e Allahut dhe t'i zbaton dhe të përfiton nga mirësitë dhe dhuntitë e Allahut Azza wa Jall. Pas Ramazanit është një muaj i cili është muaj Sheval, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "Men sama Ramadan thumma atba 6 min Shawwal kana ka siyami ad-dahr." Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, kush agjeron muajin e Ramazanit dhe pastaj ja bashkan gjet atyre 6 ditë, është sikur ta kishte agjeruar tën vitin. Për atë vëllezër të nderuar, nga mëshira e Allahut, nga rahmeti i Allahut, i shumë fishon veprat dhe i rrit shpërblimet dhe gradat e besimtarve nga mëshira e tij e gjerë. Muaji Ramazanit, i cili është një muaj, Allahu Azza wa Jall e shumë fishon këtë muaj me 10. Për atë, ai i cili e ka xheruar muajin e Ramazanit, është sikur të kishte agjeruar 10 muaj pa ndërprer nga mirësia dhe dhuntia e Allahut. Pastaj, ai që ja bashkan gjet 6 ditë, i shumë fishon me 10, kështu që i bëhen 60 ditë bën dhe 2 muaj, dhe ai që agjeron muajin e Ramazanit dhe ja bashkan gjet dhe 6 ditë, është sikur ta kishte agjeruar tër vitin. Po vëllezër të nderuar, sepse vazhdojnë adhurimet, vazhdojnë ibadetet dhe vijon më pas ditët e Dhulhijhes, që janë ditët me vlerë që besimtari duhet që mos t'i lëshon këta ditë duke adhuruar Allahun Azza wa Jall, duke agjeruar Allahun Subhanahu wa Taala, sepse agjerimi shpërblehet edhe pas Ramazanit me shumë fish. Mjafton hadithi i Muhamedit alayhi salatu wassalam, një besimtar i cili agjeron një ditë për hir të Allahut, Allahu do t'ia largon fytyrën atij nga zjarmi i xhehenemit 70 vite, vetëm se me një ditë agjerim nafile, e sidomos këta ditët në vim që janë aq të vlefshme, sa që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka bashkangjitur, e ka shoqëruar me muajin e Ramazanit, ai që agjeron sikur të kishte agjeruar një vjet fars, pa ndërprej me shpërblimet mëdha tek Allahu Azza wa Jall. Vëllezër të nderuar, adhurimet vazhdojnë, agjerimi të hanetete vazhdon, e ditët e bardha vazhdojnë, e ditët e Dhulhijhes vazhdojnë, e pastaj është dita e Ashurës, e ka shpërblime të mëdha që besimtari në vijim t'i kryjnë këta obligime dhe këta sunete të Muhamedit alayhi salatu wassalam, që në të ka thesar dhe shpërblime të mëdha, vetëm se Allahu Azza wa Jall din se si shpërblen besimtarët. Vëllezër të nderuar, në gjatë Ramazanit, elhamdulillah, nga mirësitë e Allahut që na dha shëndet, që na dha iman dhe bindje, ku ne arritëm që të agjerojmë 30 ditë, pastaj të falim taravih, e të falim namaznate, e të lexojmë Kur'an, e të bëjmë lutje dua, mirë po mos i lëm lutjet. Mos i lëm duat pas Ramazanit. Sepse Allahu Azza wa Jall adhurohet edhe në Ramazan, po adhurohet edhe pas Ramazanit. Për ata tha Allahu Azza wa Jall: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroj Zotin tënd derisa të vjen vdekja, jo derisa të përfundon muaji Ramazanit. Ne jemi kënaqur dhe kemi shijuar ëmbëlsinë e adhurimit, kemi shijuar ëmbëlsinë e imanit gjatë netëve që kemi bërë ibadet. E pse kjo mos të vazhdon edhe me ne, dhe kjo kënaqësi dhe ky iman dhe ky reflektim i Ramazanit dhe pas Ramazanit? Pse mos vazhdon dhe leximi i Kur'anit, ku ne gjatë Ramazanit, kur kemi filluar që të lexojmë Kur'an
dhe të bëjmë një hatme, dhe 2 dhe 3, kush më pak e kush më shumë, e kemi hetuar në shpirtin ton, se shpirti on qenë ka i etur për leximin e Kur'anit. E pse mos ta ngopin këtë shpirt që ta ndin kënaqësinë e imanit, e ëmbëlsinë e imanit, ta ndin atë ëmbëlsi të cilën e kemi përjetuar në gjatë Ramazanit. Sepse Allahu Azza wa Jall tregon në Kur'an, duke treguar hallin e besimtarve, të cilët gjatë Ramazanit e adhurojnë Allahun Azza wa Jall, mirë po pas Ramazanit ata ngecin. Për ata tha, wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Tha Allahu Azza wa Jall, po ankohet pejgamberi Allahut dhe po thot se populli im o Zot e kanë lënë Kur'anin diçka të hedhur. Pse? Sepse ai e ka lexuar Ramazan dhe e ka mbyllur atë dhe e ka vendosur në raft, dhe ai nuk do ta hap me atë Kur'an, nuk do ta hap me atë Musaf, vetëm se kur të vjen muaj i Ramazanit në vitin e ardhshëm, nëse jemi gjallë dhe jemi shëndosh dhe jemi prezent me besim me iman, që ta mri dhe ta lexon. E ai i cili mendon se Kur'ani ka zbritën vetëm se të lexohet në Ramazan, ki ka gabu, sepse Kur'ani duhet shoqërohet në jetën tonë vazhdimisht, që të reflekton në zemrat tona, të reflekton në imanin ton, të reflekton në jetën tonë të përditshme. Po ashtu vëllezër të nderuar, nëse kemi fal taravia dhe kemi fal namaznate, vazhdon që të falim taravia edhe namaznate edhe jashtë Ramazanit, sepse Aisha radiallahu anha thoshte se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur nuk i linte 11 rekat si në Ramazan, si jashtë Ramazanit, pra adhuronte Allahun Azza wa Jall, vazhdonte në adhurim për të ndi atë kënaqësi dhe atë lidhshmëri me Allahun subhanahu wa taala. Mirë po vëllezër të nderuar, me kalimin e Ramazanit, i shese në Ramazan, në namazin e sabahut, kanë qenë xhamia të përmbushura. Mirë po eja dhe fale nesër namazin e sabahut, e shese ndoshta disa fe nuk bëhen. Ku janë ato besimtar të cilët në Ramazan nuk i nxin të safët, ata i shenë në gjumë në shtratat e tyre dhe nuk prezentojnë xhami, dhe kjo tregon se ata e kanë këputur atë lidhjen të cilët e kishin me Allahun Azza wa Jall në Ramazan. I shifshe njerëzit duke lexu Kur'an dhe duke bë hatme, mirë po tash nuk i shef ata me Kur'an dorë. E kemi telefonin në vend të Kur'anit, e bëjmë hatme me Kur'an, telefonin për çdo ditë. Mirë po, me caktue 4-5 orë apo 6 orë që e mbajnë në telefonin dorë, ta mbajmë një 10 minuta apo 15 minuta të lexojmë ditë rrethaqe në Kur'an në telefon, duke pas telefonin me veti. Besoj që përsëri do të bëjmë edhe hatme dhe të vazhdojmë duke marrë shpërblime tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall na jep një shembull për ata besimtarë të cilët adhurojnë në Ramazan dhe bën vepra të mira, pastaj u ndalën nga veprat e mira. Apo ka prej tyre të cilët pasi që i ndërtuan veprat e mira dhe bënën vepra vullnetare dhe veprat mëdha gjigante të shpërblimit të Allahut, ata pas Ramazanit fillojnë t'i prishin me gjunahe, me mëkate dhe mos përfile të urdhave të Allahut Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala e tregon një grua e cila e përshkruan në Kur'an, thot: "Naghazat min ghazliha ba'da quwwatin ankatha." Një grua ishte në kohën e Mekës që e konsiderojnë atë grua sikur të çmendur. Ajo grua mirke të tirën e saj dhe e çëndiske goblenin e saj dhe e bënte komplet dhe e bënte shumë mirë dhe kishte punën e mirë. Pastaj thot në mbrëmje fillonte ta zgjidh fije. E thënë dietar, Zoti e ka pru këta si shembull, o sikur njëri lodhet dhe bën një punë të përkryer, e bën një punë me ekspertizëm, pastaj e prish ata. Nëse e ki ndresh një godin, e ki ndresh një shtëpi, një pallat të bukur, dhe pastaj urdhron bagerin që ta rrëzon, çka do të thotë kjo puna jote? Ku mbeti kjo lodhësia jote? Kështu i përngjan besimtarit i cili bën adhurime në Ramazan dhe pas Ramazanit i ndërpren ata dhe i rënon ata shpërblime të cilat i ka fituar gjatë muajit të Ramazanit. Vëllezër të nderuar, duhet që pas Ramazanit të reflekton tek ne që të bëhemi më të mirë se sa kemi qenë para Ramazanit. Dhe kjo, kanë thonë dietarit, është një nga shkaqet e pranimit
të adhurimit tek Allahu Azza wa Jall. Një nga shkaqet që të pranohet adhurimi është që besimtari pas Ramazanit të reflekton në sjelljen e tij, në moralin e tij, në akhlakun e tij, në ibadetin e tij. Kjo tregon se i ka lënë tragje këtij besimtarit në zemrën e tij. Dhe njëra e cila është porosia që besimtari të jetë i përqendrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nga gjërat që e përforcojnë besimtarin muslimanin pas Ramazanit, e para është mbështetja në Allahun Azza wa Jall dhe kërkimi ndihmë dhe sukses nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Se si mos t'i ndihmon Allahu robit, dhe mos t'i jep shëndet, dhe mos t'i jep sukses, dhe mos ta përkran, besimtari nuk ka mundësi të vazhdon në adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Sepse ti me adhurimin ndaj Allahut, ti ke një obligim që Zoti ka zgjedh nga mira qindra njerëz që ti t'jesh në xhami, dhe nëse ti nuk mbështetesh dhe nuk kërkon mbrojtje dhe ndihmë që Allahu të përkran, dije se do të ngecesh në mes të rrugë. E dyta, vëllezër të nderuar, është lutja dhe duaja. Pse? Sepse zemra është quajtur në gjuhën arabe qalb. Çka do të thonë qalb? Jen qalb, e cila rrotullohet vazhdimisht. Zemra sot është me dëkan mirë, nesër zemra është me dëkan keq. Sot është i gëzuar, pas një momenti, pas një çasti është i mërzitur, i rrotullohet zemra. Për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Innal qulub bayna asba'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha." Zemrat janë në digishtat e Allahut dhe i rrotullon ata siç don Allahu. Dhe luteni Allahun që Allahu t'ia përforcon zemrat. Dhe një nga lutjet e shpeshta, të cilët e bënte Muhamedi alayhi salatu wasalam, ishte: "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." O rrotulluesi zemrave, ma përforcot zemrën time në dinin tënd, në fenë tënde. Dhe jo, vëllezër të nderuar, rastësisht besimtari vazhdimisht kur vjen në xhami dhe e fal namazin dhe nuk ka mundësi ti pranohet adhurimi, namazi, pa e lexuar një sure e cila është surja Ummul Kitab, nëna e librit, surja Fatiha. Pa Fatiha nuk ka namaz. Dhe kemi obligim në çdo rekat ta lexojmë. Dhe në këtë sure madhështore, e cila sura më e madhe në Kur'an, gjysa e kësaj surës është lutje, dua. Dhe një ndër lutjet të cilët e bën besimtari dhe është i obliguar ta bën, të thot: "Ihdina siratal mustaqim." O Zot, në udhëzo në rrugën e drejtë. E thënë dietar, pse Zoti po kërkoj ka nga robrit e tij që ta lutin, që të udhëzohen kurse ata kanë ardhur ta falin namazin? A nuk është i udhëzuar ai që e ka ftuar Zoti dhe ka ardhur në xhami dhe ai e fal namazin? Pse Zoti po kërkoj ka nga ky rob që thotë: "O Zot, më udhëzo"? Dietarët kanë thonë, kjo është: "O Zot, më udhëzo, më përforcon namaz, më përforcon din, më përforcon në rrugën e drejtë, sepse nëse ti nuk e lut Allahun që Zoti të të përforcon din, ka shanca një ditë prej ditëve të lakosh nga rruga e Allahut." Njëra prej shkaqeve që me qenë stoik, me qenë stabil, me qenë i përqendrueshëm, është dhe lutja, duaja, e sidomos vazhdimisht besimtari e bën atë: "Ihdina siratal mustaqim", o Zot na përqendro në fejen tënde, në fejen drejt, në rrugën e drejtë. Dhe e treta, vëllezër të nderuar, është prezenca në për xhamia, prezenca në për ligjërata, prezenca në për derse, në për mexhlise ku mësohet feja Allahut Azza wa Jall. Sepse besimtari, sa më tepër që e njeh Allahun Azza wa Jall, sa më tepër që i njeh emrat, cilësitë, atributet e Allahut, i shtohet besimi, i shtohet imani dhe i shtohet bindja dhe përqendrueshmëria në fe. E sidomos pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "Sab'atun yudhilluhumullah", 7 grupe që do të jenë në hijen e arshit të Allahut, është rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, është një njeri i cili zemrën e tij e ka të lidhur për xhamin e Allahut Azza wa Jall, që do të thotë se është i përqendruar dhe është i garantuar që do të jetë në hijen e arshit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe tjetra, vëllezër të nderuar, është shoqërimi i mirë. Sa ka prej trive tonë, sa ka prej trejave tona, në Ramazan fillojnë të praktikojnë fejen. Ndoshta elhamdulillah prej shumë vajzave që mbulohen në muajin e Ramazanit, dhe shumë prej besimtarëve fillojnë që ta falin
namazin në muajin e Ramazanit. Dhe ka shumë nga besimtarë që fillojnë ta mësojnë leximin e Kuranit, mirë po pas Ramazanit shoqëria e keqe, të cilën e ka apo shoqet e këqija, fillojnë ta devijojnë dal nga rruga e Allahut, derisa e braktis namazin, e braktis fen, ndoshta edhe e hec edhe shamien, pse shkaku, defektu i shoqërisë së keqe. Për ata tha Muhamedi alayhi salatu wasalam, el mer'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Feja juaj është në fejun e shokut tuaj. Ne ta shikon çdo njeri nga ju se ka e merr për shok, sepse shoku i mirë të çon në rrugën e Allahut. Shoku i mirë të ngreh në xhenet. Shoku i mirë të ngreh në punë të mira, e shoku i keq të ngreh në vepra të këqija, të ngreh në çorodina, të ngreh në veprat që nuk është i kënaqur Allahu dhe ndal ngadalë, sepse besimi i ehli sunetit është që imani rritet dhe zvoglohet. Imani, besimi rritet me vepra të mira, me adhurime dhe zvoglohet me gjunahe, me mëkate dhe duke u zvogluar, pastaj fillon dal ngadal duke lakuar nga rruga e Allahut azza wa jall. Dhe tjetra besimtar, njeriu është i dop, mundet eventualisht që të bën ndonjë gjunah, që të bën ndonjë mëkat. Për ata e kishilloi njëri nga sahabët Muhamedi alayhi salatu wasalam tha: "Ittaqullaha haythuma kunt." Ke frikë Allahun kudo që të jesh. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Pa çdo vepre të keqe, të cilët e bën ndonjë gjuna, e bën ndonjë mëkat, shoqëroja atij mëkatit një vepër të mirë, tamhuha, sepse vepra e mirë e shflin gjunahin, e shflin mëkatin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dhe tha sillu me njerëzit me moral të mirë, sepse kjo është nga cilësitë që do të ngritesh në gradat larta të xhenetit, sepse tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, më afër ditën e kiametit do të jetë ai besimtar i cili e ka sjelljen dhe e ka moralin e mirë. Dhe në fund, pejgamberi alayhis salatu wasalam, nga stabiliteti i cili njeriu vazhdon të jetë stoik dhe stabil pas Ramazanit, është që të bën vepra qoftë edhe të vogla. Nëse shembull ka fal namaznate gjatë dhe sot nuk ka mundësi, bile ta vanon namazin e vitrit ta fal para se merra me flet. Dietor ka thonë, nëse ja bashkan gjet edhe 2 është shumë mirë, po nëse ja bashkan gjet 4 edhe më mirë. Mirë, po nëse e le vetëm se namazin e vitrit, nëse i lodhë dhe s'ke mundësi, kanë thonë dietarët se namazi i vitrit që do falish natën do të konsiderohet sikur namazi i natës. Sepse ka ardhur në hadith pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë: la yuhafidhu salat al-witri ila al-mu'min. Nuk e ruan namazin e vitrit vetëm se besimtari. Pastaj ka ardhur në një hadith: inna Allah zadakum salatan, Allah ja ka shtuar edhe një namaz juve ma bain al-isha'i wal fajr. Allah ja ka shtuar një namaz mes yatsis dhe sabahit, ajo është thot vitri. Edhe ka thonë inna Allah witr yuhibbul witr, Allah e don vitrin dhe Allah është vitër dhe don vitrin. Dhe Ebu Hanifja rahimahullahu taala në medhhebin Hanefi, i cili vetmi dietar e ka mendimin se namazi vitrit është vajxhib. Pse? Se thot Muhamedi alayhis salatu wasallam, kur nuk e kalon edhe në deve e ka fal vitrin. Për ata pas farzeve, namazi më i fortë, namazi më i vlefshëm është vitri. Pas vitrit janë 2 rekat të sabahit. Sunetet e sabahit që ka thonë më të mira sa këtë botë dhe çka kanë ta, dhe pastaj sunetet tjera të cilët janë në vijim. Për ata tha pejgamberi alayhis salatu wasalam: ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Veprat më të mira te Allahu azza wa jall, më të dashura janë ato vepra të cilat janë të vazhdueshme, qoftë edhe nëse janë pak. Qoftë edhe vetëm një vitër e fal. Qoftë edhe vetëm një faqe Kur'an e lexon. Qoftë edhe një 10 denar që jep sadaka, sepse nëse jep çdo ditë ka 10 denar, brenda vitit do të japsh më shumë se nëse jep një herë 50 euro, 100 euro dhe më nuk jep deri në Ramazanin tjetër. Nëse lexon ka një faqe Kur'an, ndoshta brenda vitit kimi bë 2-3 hatme, po nëse lexon për një herë 2 hatme, 3 hatme dhe mbyll, me ata mbetesh më. Për ata veprat më të dashura të Allahut, nëse janë pak,
mirë po t'jenë vazhdueshme. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ta adhurim Zotin derisa të na vjen momenti i vdekjes, e jo ta adhurim Zotin vetëm në periudha, në koha të caktuara, sepse Zoti është el-Hayyul Qayyum i gjalli, i cili i përjetshmi, i cili adhurohet vazhdimisht deri në frimarrjet e fundta. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala na përforcon dinin e tij. Elusim Allahun Azza wa Jall na imbush besimin, imanin, zemrat tona me ndriçim, me iman, me besim në Allahun Azza wa Jall. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala na bashkon me pejgambert, me njerëzit e mirë në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdausit, ashtu siç na bashkon në xhami, siç na bashkon në ibadete, në adhurime, na bashkon me pejgamberin alayhi salatu wassalam në xhenetet e larta.